Dy rrugët, Fush Viraj dhe Adze Valentini në lagjen 3 heroj të qytetit të Shkodrës vuajnë prej vitesh amortizimin. Banorët e kësaj zone kanë tepër të vështirë kalimin në këtë rrugë, sidomos kur ka re sheqiu. Ato shprehen se kanë marrë vetëm premtime në fushat elektorale për asfaltimin e rrugëve, por më pas asgjë nuk është bërë. Kur në votat, elshon ton më ne mëse po them ton si qajt ton, po ta bëjmë aty më ne më thon sa kraj. Për zotin kjo gjithmonë ka me defekte. Gjithmonë me defekte, tash 17 ditë si njëfe mund me ta. Me probleme, për pak metra kanë lënë pa plotësu lidhin me unazën. Edhe ankime ka njerëzit, ankime. Po më mujtë me shtrua, banë mirë se njerës janë edhe në asë qytetje si rrugicat e fshatit. Se nuk ka fshat, po edhe këtë thonë qytet. Tanë gropat tanë me ujë për zotën, vërse do të me njekë rrugën, vërse me kanë shenjë, do të me hini për ujë. Banorët shpresojnë që këto herë premtime që do të bëhen në zgjedhjet e qershorit të mos mbesin në letër dhe të bëhet diçka për këtë lagje që prej vitesh nuk njeh ndërhyrje në rrugët e saj.